Kronikat e shumta ekipet e televizionit Syri Vision kanë realizuar rreth deponive të egra të mbeturinave në shtet. Gjithnjë në fokus ka qenë edhe hedhja e mbeturinave në afërsitë e kontinerëve e jo në to. Kjo dukuni jo e mirë për Syrin ngërthën në vete edhe rrezikshmëritë e shumta, si infeksione, por edhe për faktin se pranë këtyre kontinerëve bëhen folete çanëve e ndacak. Është ky një park i cili është dedikuar që fëmijët e kësaj lagje të lozin. Mirë po shifet se nuk ka asnjë fëmijë. Mund të thot dikush se ata ndodhen në shkollë, por edhe përkundër faktit kur ata kanë pushim nuk mund të lozin për shkak të ambientit i cili është krijuar. Madje ky vend veç që është një vend i rrezikshëm për shëndetin e fëmijëve, është kthyer edhe në rrezik nga çantë e ndacak, sepse ata tashmë kanë krijuar një fole këto. Ky fakt dhe kjo lagje e qytetit të Gjakovës ka shtyrë ndërmarrjen reale të mbeturinave Çabrati që të nisë një projekt të ri të quajtur Ta mbajmë Gjakovën të pastër. Arsyeja është shmëria e këtij projekti është ta mbrojmë mjedisin, ta ruajmë ambientin, që të kemi një ambient më të pastër, po përveç se është edhe të çasja e mbeturinave që një duke më e bukur e mbeturinave, domethënë që mos shihen mbeturinat në pamje në ambient. Babalia thot se nëse projekti që do të nisë me datën 10 e këtij muaji në këtë lagje do të ketë sukses, atëherë kompania do të shtrihë veprimtarinë edhe pranë banesave të tjera kolektive të shtetit. Mi provu këtë pilot projekt në kompleksin e ndërtesave në Bllok të Ri, që i quajnë ato banesë Solidaritet dhe banesat kineze. Aty do ta provoj, domethënë mënyrën, sistemi se si do të funksionojë. Nëse arrijmë, në sensi jam optimist, do të arrijë një sukses në këtë projekt, se vetë edhe qytetarët janë të interesuar. E që më të vërtetë kemi një Gjakovë të pastër, pa mbeturina, duhet një përkraje pa rezerve vetë qytetarëve, tha drejtori Babalia, duke kërkuar nga qytetarët e komunës sonë që të mbështesin këtë projekt.